Përshëndetje të dashur shikues të radio televizionit Iliria. Jena bashkë me mësuesen shqipe, e cila kom na tregu një recetë ku e përgatit një torte e lehtë, e shpejt, po shumë e shishme. E di që tash për Bajram krejt jeni në ato hallet, çka me përgatit, çka vje pak më lehtë, e sot e keni mundësinë me e marrë një recetë një tortës shumë çeshme edhe shumë e lehtë. E sidomos kur e bëni mësuese, se zakonisht na mësuan me dëgju që mësueset vetëm dinë me shku në shkollë, me punu, me punë të shtëpisë nuk merren shumë. E sot hajde pekqyrim bashkë mësuesen shqipe, ç'është puna përgatit këtë recetë të tortës. Ta ndjekim. Mësja shqipe, përshëndetje. Përshëndetje. A je mirë? Mirë, faleminderit. Ç'është pepret festën e Bajramit? Me shumë gëzim, sidomos kur ka fëmijë, e bojnë edhe më interesant edhe më të bukur festën. Gjithsesi, fëmija ajka e krejt festave, sidomos Bajramit. Po Bajrami ka do punë, me përgatitje, me flaje, me fshi. Po, e vërtet. Apo mundesh me ardhë, se ti edhe mësuese, edhe nan, edhe bashkëshorte, edhe shtëpijake, tash të e di që ke fillu edhe me disa kurse. Koha jote, agenda e ditës është kohë ngarkume, po megjithatë, je aq e mirë, aq e dashne, sa që nuk e pritu me na ftu që me na tregu një recetë edhe neve, po edhe krejt shikuesve. Sigurisht, secili prej nesh e ka diçka prej vetes, një recetë, diçka që mundet me e tregu edhe me shpreh, edhe unë gjithashtu kam receta prej vetes, si çdo femër shqiptare, edhe ne mësueset, edhe gjithë ato që kemi obligime, pra kemi edhe obligime në shtëpi, edhe obligime në shkollë, edhe vazhdojmë t'i punojmë vazhdimisht, kena edhe vikendet, në vikende jena mas të ngarkume, edhe kështu që nuk na bjen shumë peshe ronë, edhe pse ka shumë angazhime edhe tjera, dita është e së ngarkume tër ditën, prej orës 10 është me rëndësi qysh den me menaxhu ditën, a? Qysh den me menaxhu ditën, qysh e bën për vete një orar, edhe e den ku çka sakt kime bo edhe kime shku. Kështu që gjitha janë me orë edhe të sakta që mi menaxhu edhe mi përfundu me kohën e caktume. E qështu e bëllë zërë, valla, veç kur t'jesh qështu e zoja, ja bën. Unë me orare bëllë, heq shumë kogja të lashe kam kështu me orare. Sigurisht nga njëherë na ik orari, po jo dhe shumë gjatë. Nuk moj pa mungu. E do asha, fillom na tregu çfarë torte është kjo? Çka janë qëta përbërës krejt? Po, kjo është torte me fruta. Çfarë frutash kemi qëto, pas kemi drez? Po, boronica, dreza edhe vishnje. Që nëse dani mi po edhe ma ofër? Po. Okej. Zakonisht unë nisa prej fëmijëve të mi, këta e pëlqejnë shumë, edhe kanë mundësi mu inkuadru me ndihmu, edhe lirisht e janë, me që se unë s'jam të ndihmu shumë, bili kush dani hajdeni bashkë të bëjmë tortën, apo vini? Fillojmë spari me biskotat, spari i bluajmë me blender, pastaj vazhdojmë me gjalpin, 100 gram gjalp, edhe e shkrim gjalpin, i vendosim të biskotat, Okej, përzim, andej. Qëto mëjmë t'i kryone? Po, pastaj i vendosim këto edhe fëmijët do t'a shtrin me gota. Pastaj do të vazhdoj me pjesën e fillit, edhe filli e ka një pjesë gjalpit, më falni, kemi pra 100 gram gjalp prap, kemi 1 litër qumsht, kemi 1 seshtër, miell, sheqer vanil, edhe 100 gram sheqer vanil, pra edhe sheqer i zakonshëm. Këto janë pra përbërësit, e kemi edhe ujin dhe në fund frutat që i vendosim mbi si përfaqen e tortës. E kështu, a na tregoni që sheprit një festën e Bajramit? Me gëzim dhe posa qeshja. A jeni të lumtur për këtë festë? A ju pëlqen kur t'vjen? Po. Çka dallon Bajrami prej ditëve tjera? Çka ju pëlqen mas shumë të juve kur vjen festa e Bajramit? Kur vjen festa e Bajramit, mu më pëlqen që... Të vinë musafirët? Po, edhe gëzohemi shumë. E ju pëlqen ëmbëlsirat? Po. A shkoni me vizitu ju dajt ose dikon tjetër? Po. Ju lumë. A doni me na ndihmu me përgatit tortën? Po. Hajdeni. E vendosim gjalpin mbi biskota. Djali vjen çdo herë afrohet, ka dëshirë, kur t'i sheh vajzat që janë shumë të interesume, edhe çdo herë është kurreshtar edhe kë në atë pjesë. Mësusja shqipe kështu masën e biskotave nuk e kemi tregu më duket sa prafersisht po. 300 gram biskota. Gjithaj kemi në recept. Tash i vendosim në tavë.
A do një ndihmu ju mamit me shtyp këto? Emrin tja, pa të rëgan? A pe dërgët e emrin? Leo, a të pëlqen ty festa e Bajramit? O, zem. Po pritan me folë, veç të rëgoj, kështu pohaj me kokë që e do në festa e Bajramit. Njerë ta shtrim mirë. Vazhdoj me qumshtin, e hedhim spari gjalpin, qumshtin, gjalpi mundet me qenë edhe i shkrim, po edhe i ngrim. Problemi është se kur t'i vendosim këto, mujnë me u bo si bashk, nuk mujnë me u shprendat gjitha. Prastaj në qumsht ftoft, këto bohen homogene. Mësosja shqipe zakonisht fëmija kur ndihmojnë e zvarritin pak procesin. Po, amo vërtet. këta knaqen. Kjo është një seshtër. Një seshtra ndihmon me Me o forcum do këtë se më bo kështu. Po, me u bo pak ma shpejt. Fili. Edhe sheqerin. Pra, në 1 litër qumsht e hedhem edhe sheqer pluhur, sheqerin kështu zakonshëm, një sheste mill, edhe sheqer vanile. Edhe sheqer vanile. Gjitha këto i vendosim këtë mënyrë për mu bu ma homogen në masa, mos me u trash fili në mënyrë jo të mirë, i përzim këto gjitha. E vendosim pastaj në zirje dhe e presim që të shkrihet gjalpi dhe të formohet masa që tjetë sa me trash. Mandej që ke vendoset në mbi biskota. Po, kjo më vendoset në mbi biskota dhe pas kësaj i kemi edhe pjesën tjetër. Derisa të prekaditet fili, na muj me vazhdu edhe me pjesën përfundimtare. Kjo është dekorja për mi? Po, frutat. Pjesa ku i vendosim frutat. A e vendos gjitha këto? Po, vendosim frutat. Derisa të prekaditet fili, na vendosim të i shkrim pak edhe pjesën e frutave, të i zim, të i zbusim, dhe pastaj i vendosim në blender, i bluajmë dhe shtojmë edhe 2 lugë me një seshtër dhe 2 me sheqer. Dhe pastaj e vendosim 2 pjesët mi biskutat, edhe përfundan procesi i ëmbëlsirës. Bohet edhe pak. Shijen e ka shumë të mirë. Edhe qyshe e kemi paramendu. I vendosim frutat në blender, apo që? Vendosim frutat në blender. Pasi e kemi bo blurjen e frutave, i vendosim përsëri në zjarë dhe vendosim 2 lugë në seshtër dhe 100 ml ujë. Tash vendosim filin mbi biskuta. Këto, mësosja shqipe, krejtë të ëmbëlsirat që janë pa pjekje më duket bëhen ma letë. Edhe nëse kanë nashta ndaj detaj ma shumë, bëhen ma letë. Po, ma letë bëhen. Nga njëherë më duket që ato që janë me pjekje janë më të shpejta. Është një që preferojnë shumë, ajo quhet napolitanka, nashta e din. është ëmbëlsirë tradicionale. Ëmbëlsirë tradicionale. Nuk e dia bëhet tradicionale. gjithmonë, po tek veni ju këtu ndrenit gjithmonë që ajo përgatitet. Gjithmonë përgatitet. Edhe unë nëse e mirë e shesh me dalë me përgatitet ato gjithë. Bile e kam plan në herë kur të moj me ofru për shikuesit recetën e saj tu e përgatit, se është një recetë që unë ku marrë normal prej nanës tam. Sigurisht. Edhe është shumë e mirë. Ka pak ma shumë punë, vale, po është shumë e mirë, du të mi pjek petat e secilës. E kom qitë edhe onë, po është shumë e mirë. Po ka shumë punë, ka shumë kohë të merë. Nuk kena pas edhe shumë, apëtin, edhe për atë arsye na i kanë dhonë gjithmonë nanat. Ama i na ka bërë ma të lumtur. I na kanë shumë atë lumtur. Që kjo normalisht do të mu ftuf pak e bardha, që me u forcu, me ushtri. Neve po na bjen boll keq se kur po marrim xhirime po na bjen gjithsesi për shpejt. Po, të mos pas mundësinë me prit derisa të ftofet ose derisa të rregullohet, se kjo sigurisht u dashme kanë më aftat, po me qenë se
mësusja shqipe të na bo qefin neve, Sigurisht. besoj që prap del diçka. Po, del Ama po sigurisht, duket e kjo bukur. del shumë e mirë, në fund, kjo ngrihet e tëra, edhe duket shumë bukur, edhe është shumë e shishme. Sidomos fëmijët e pëlqejnë, sepse është del me 2 ngjyra, 3, keksat në fund, pjesa e bardhë, e fillit, edhe lartë saj, del Pjesa e edhe kuqe. pjesa me ngjyrë Vishnje. të kuqe, me vishnje, dreza edhe boronica. Shyretin kësaj ëmbëlsire ja kanë shtu edhe fëmijët të përgatit, Sigurisht. se me pas përgatiti vetëm që ke shkry shumë a shpejt, Po, na vendosëm pak mikzu edhe fëmijët, edhe me tregu recetin, po edhe këta me shiu përgatitjen e tortës bashkë me neve. E tani mes të dashur, derisa tortja poftohet, atëherë na po dojna një intervistë shkurt me Leandrën, po dojna me e pyet se nga i ka ardhur ideja një vajze kaq të vogël, kaq të re, me shkruajt një libër. Pra më bë shkrimtare në moshë kaq të re. Leandra, a na tregon nga të erdhi ideja aty e dashur? Më bë shkrimtare kaq e re, ç'është lindi ideja ti me shkruajt një libër? Mua më ka lindur ideja në klasën e 2 ta shkruaja këtë libër dhe prindërit mua më këshilluan shumë ngjarje që ju kishin ndodhur dhe unë fillova ta shkruaja atë. E qysh është kjo ndjenja që ti tashmë e din që jeni shkrimtare, e keni libër tonin, qysh ndihesh ti? A ndihesh e lumtur? Unë ndihna shumë e lumtur gjatë gjithë kësaj kohe. Mirë. Leandra, sigurisht librin tënë kanë me lexu edhe shumë lexues. Çfarë do moshe? Po, moshatarët e tonë, nëse lexojnë këtë libër, cili është mesazhi që ti ke dashur me ia dhënë fëmijëve ose këtë aty në lexuesve që kanë me lexu? Që të shkruajnë frikën, guximin, ëndërrat e tyre, mos prisni që të rriteni, merrni lapsin dhe shkruani. Cila është festa më e dashur për ty? Festa më e dashur për mua është Bajrami. A do më avru krejt shikuesve festën e Bajramit? Po. Hajde, shikoja kamerën edhe uroja krejt shikuesve festën ashtu që ti dëshiron. Që krejt fëmijët me ka të lumtur në këtë festë. A dëshon ti këto? Atëherë uroja. Urime festa e Bajramit, uroj që çdo fëmijë të jetë i lumtur në këtë festë. Faleminderit, sa fjalë të ëmbla, faleminderit shumë. Mësusja Shqipe, a keni një mesazh për fond për krejt shikuesit e radio televizionit Iliria për festën e Bajramit? Uroj që kjo festë të jetë në çdo familje plot dashuri, gëzim, hare dhe mbi të gjitha jetemet dhe gjithë ata që ka nevojë më shumë t'i kenë gjithë si të varfurit, ashtu edhe të pasurit, tavolinat plot dhe zemrat plot me dashuri dhe gëzime. Faleminderit shumë mësusja Shqipe dhe unë uroj që këtë ditë të madhe, të veçantë, sinqerisht të gëzoj e të festoj secili. E na mes të dashur, po mbyllim këtë storje me një fragment të shkëputur nga libri i Leandrës. Ta ndjekim e miropafshim urime festa e Bajramit. 3. Gëzuar Bajrami!